gjë se roli i deputetit nuk është detyrues. Deputeti nuk ka rol detyrues dhe kjo është pika më e mirë që gjykata kushtetuese e ka komentuar në vendimin e saj. Qysh po mendon Visar, po mendon rol detyrues që nuk ka rol detyrues për ta votuar presidentet? As për të qëndruar në sallë. Ai ka të Albelinën, që pse mund për Albelinën i japin një lloj ki detyrë obligim me najt në sallë, i tha. Ai tha keni detyrë votimin me pro, kundër ose abstenim. Nuk tha. Me najt në sallë. Me najt në sallë, mos ma hek ata. Me najt në sallë. Nëse ki marrëveshje politike, atëherë është më tjetër. Me najt në sallë, edhe ka pëlqyer. Me najt në sallë. Ka për obligim të ty, sepse ti i votuar, me qenë aty me votu. Pra, kontra që është dush të bënje, po me qenë të e gjykatës kushtetuese sa i përket zgjedhjes së kryeparlamentarit. Kjo çështje e presidentit pastaj po të i kalon komplet situatën dhe unë e kam thënë në një studio tjetër televizive, sa më shumë që dërgojmë lanë në gjykatën kushtetuese nganjëherë është shumë e mirë sepse vetëm në këtë formë ndoshta mund të jemi më të afërt me kushtetutën, sepse definitivisht në këtë periudhën e fundit 2-3 javore patëm lloj-lloj eksperti dhe lloj-lloj interpretimi. Pra, ekonomistat na u bënën ekspert dhe komentues të juridikut dhe gjykatë dhe kushtetutës dhe paramendojnë se çfarë mund të ndodhë pastaj